Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të bëjmë një përgatitje shumë të veçantë, e cila është shumë e shëndetshme, kolagjenin nga kockat e këmbëve të viçit, që është një përbërës natyral që nuk duhet të mungojë në shtëpitë tona, ndihmon në dhimbjet e kyçeve, të këmbëve, ndihmon dhe riparon flokët e dëmtuar, forcon thonjt. Është jashtëzakonshëm të përdoret nga të gjitha moshat, që nga fëmijët, moshat e treta, të rinjt, për të gjithë ka dobi dhe veti të mira, sidomos kur e bëni në shtëpi me përbërës totalisht natyral. Fillojmë shpejt. Nga puna do na duhen kockat e këmbëve të viçit, gjithashtu nuk do harroni t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Hapi i parë, të gjithë kockat e viçit do i vendosim në një tepsi me letër furre dhe do i karlojmë në furrë me 200 gradë Celsius për 30 minuta. Ky hap është opsional, jo të gjithë e bëjmë, por unë e bëj sepse i heq atë aromën karakteristike të kockave dhe i jep aromën e shijen e mirë të pjekjes. Kockat janë pjekur dhe duket se si kanë ndryshuar në gjendje dhe aroma atyre tani është shumë e mirë. Do i kalojmë në një tenxhere të madhe. Pra që thash, kockat që kemi të pjekura do i kalojmë në një tenxhere të bollshme sepse do të zihen për disa orë. Për ta pastruar më shumë shijen e lëngut, jo vetëm si shije, por edhe për t'i dhënë më shumë vlera, do i shtojmë ca përbërës të tjerë. Këtu kam 2 deg selinoje. Do të shtojmë gjithashtu 2-3 karrota. Do të shtojmë edhe 2 gjethe dafine. Do të shtojmë deg me majdanoz. Shtojmë edhe ca kokra piperi. Gjithashtu dua t'ju kujtoj që nëse ndiqni këtë video deri në fund fare, do ju shfaqem 4 videot më të pëlqyera, më të shikuar në kanalin tim, janë kryesisht receta tradicionale. Vim tek shtimi i uthullës së mollës, do duhen 2-3 lugë gjelle me uthull molle, më shumë mos e teproni. Pse bëhet shtimi i uthullës së mollës? Uthulla e mollës do të shpërbëj kocka duke marrë nga ato mineralet, por edhe bën që kolagjeni të shkëputet më lehtë prej tyre. Ky përbërësi që unë do të shtoj tani është kurkuma dhe është opsional, jo gjithë e shtojnë, unë jo gjithmonë e shtoj, por sot dua ta shtoj për t'i dhënë pak më shumë ngjyrë shije, është rreth një lugë kafe e vogël. Do e mbushim tenxheren plot me ujë. Unë zakonisht nuk e mas ujin sepse duke qenë se zierja zgjat shumë, i shtoj nga pak ujë gjatë gjithë kohës. Kocka do të zihen në zjarr të ngatalt. Rekomandimet janë nga 12 në 24 orë për kockat e viçit, por unë i kam zirë edhe 5 orë, 8 orë. Kjo varion do e shohim me sy në momentin që pjesët e kolagjenit fillojnë të shkëputen nga kockat dhe kockat fillojnë të bëhen disi të buta. Këtu do e shohim gjatë zirjes me sy dhe unë do ju tregoj se si do duket. Si fillim do e mbulojmë mirë me ujë. Kockat kanë kaluar në vlim dhe ndërkohë që vlojnë, dhe do të heqim këtë pjesën e shkumës që na ka dalë në sipërfaqe, sepse kjo nuk na duhet dhe nuk ka shije të mirë për ta lënë. Ky lëngu i kockave ka rreth 15 orë të mira që zihen. Unë e kam vënë që paradite dhe tani është natën shumë vonë. Nuk po ja u them sa është ora, por unë e kam lënë të zi sepse doja ta përfundoja si punë brenda ditës, në mënyrë që ta lë të ftohet në frigorifer dhe nesër ta kem gati. Ra këtu një pamje më afër dhe më gjerë. Shikoni, kockat janë boshatisur fare, nuk kanë asnjë pikë ato dejet e fillimit që kishin. Në një tas të madh ku kam vënë një sip, do të kullojmë gjithë lëngun që kemi përgatitur
Dhe në do na mbeten vetëm këto kocka dhe perimet që perimet do i bëjmë supë sigurisht që nuk do të shkoj kohë. Unë i kam kaluar në një tavë katrore dhe këto format e silikonit katrore dhe tani do i lëm në frigorifer gjithë natën. Ato do të ngurtësohen, do të marrin formën e gelatinës apo kolagjenit të kockave dhe pastaj do ju tregoj si do dalin e si do i përdorni. Jemi fix pas një nate nga qëndrimi në frigorifer. Kolagjeni është mpiksur, do i heqim yndyrën që ka sipër. Yndyrën edhe mund ta përdorni, unë personalisht nuk e përdor. Tani do ju tregoj si ta ruani e si ta konsumoni. Shikoni pak, kjo është yndyra e sipërfaqes, e cila vetohet shumë lehtë nga pjesa tjetër. Unë e ktheva tavën përmbys dhe shikoni si ka dalë kolagjeni tek pjesa e tavës. Perfekt. Ato që kanë probleme me kyçet, kockat, thonjt, flokët, është i pazëvendësueshëm. Do i presim në katrore. Disi të mëdha do i bëj këto sepse këto do i përdor për supë. Tani këto katrorët, kështu siç janë, unë i vendos në një tabakat të larguar nga njëri tjetri derisa këto ngrihen, i lënë ngrihen, pastaj të gjitha siç janë i fus në një qese të madhe dhe sa herë që bën një supë, këtë e hedh bashkë me lëngun e supës. Nuk ka rëndësi edhe nëse e bëj supën me mish, ja shtoj gjithmonë një nga këto. Sepse ja shton vlerat supës dhe pastaj këto kubiket e vogla do i nxjerrim dhe këto i përdor për çaj. Si ta përdorni përveç se në supa, në një filxhan çaj apo gocë, ta keni ju përmbar, do mbushim ujë të ngrohtë dhe këtu do të shtojmë një copë të vogël kolagjen. Do e shoqëroj me ca pika limon, mund të shtoni edhe pak kri, pak piper të zi. Ca pika limon, e trazojmë. Kolagjeni është tretur dhe kemi gati për ta shijuar. Tani është ai momenti kur unë them ju bëft mirë, por nëse e bëni është e sigurt që ju bën mirë dhe bëni mirë ta bëni pjesë të përditshmërisë së ditës tuaj.